Mbrëmjen e djeshme me njëherë pasi Komisioni Qendror i Zgjedhjeve publikoi rezultatin paraprak, pati reagime për mediat nga të gjitha partitë politike. Do të ndalemi të shohim se çfarë tha Albin Kurti, kryetari i vetëvendosjes, pasi doli rezultati paraprak i zgjedhjeve. Ai tha se Kosova ka presidencë e qeveri, por nuk ka parlament. Tha se do të festojnë e duke nisur nga dita e sotme në orën 8 të gjithë do të jenë në punë, vetëm që nuk janë në punë është opozita, tha zoti Kurti, ndërkohë që theksoi se do të diskutojë me të gjithë, por pa dhënë detaje se si do të jetë ky diskutim, ndoshta edhe në pritje të asaj se si do të ndahen votat dhe nëse do të ketë mundësi të krijojë apo jo qeverinë të marrë 81 mandatet së bashku me aleatet e tij në parlament. Dëgjojmë çfarë tha zoti Kurti. Ajo që ka i mungën shtetit Kosovës, nuk është as qeveria, as presidenca e presidentja. Republikës Kosovës i mungon kuvendi. Fatkeqësisht bloku opozitor nuk shkojnë punë. Ne tjerë gjithë shkojnë punë mëngjes në det. Dhe ne jemi të interesuar që edhe bloku opozitor shkojnë sa ma shpejt në punë. Andaj urojmë që legislatura e 11 t'ja filloj dhe kjo varet para së gjithas nga certifikimi i rezultateve. Natyrisht që në javët në vijim do të komunikojmë, do të takojmë e do të bashkëpunojmë me të gjitha subjektet politike të Republikës Kosovës, sepse ne e kemi para së gjithash e mbi të gjitha interesin publik, vullnetin e përgjithshëm dhe Republikën sovrane e të pavarur të Kosovës, të cilës i shërbej me devotshmëri.